Policia e Shkodrës ka arrestuar autorin e aksidentit të ndodhur ditën e premte në qendër të Shkodrës. Në njoftimin zyrtar, policia bën me dije se specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrant shtetasin me inicialet GH, 59 vjeç, banues në fshatin Boks, pasi ditën e djeshme në rrugën Studenti, duke drejtuar automjetin e tij, është përplasur me biçikletën me të cilën lëvizi shtetasi me inicialet BK, 69 vjeç. Si pasojë është dëmtuar ky shtetas, i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve në spitalin e Tramës në Tiranë. Po ashtu u arrestua dhe shtetasi me inicialet KU, 64 vjeç, banues në fshatin Bardhej, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj arrestuan shtetasin me inicialet AG, 41 vjeç, banues në Velipoj, për veprën penale e veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike në prani të fëmijëve të mitur, ndaj kunatës së tij, e cila ishte e pajisur me urdhër mbrojtje. Më pas, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori në ngarkim të shtetasit me inicialet NM, 59 vjeç, pasi dyshohet se me datën 3/4/2025 ka vjedhur disa bishuteri dhe një sasi vlerash monetare në banesën në pronësi të shtetasit me inicialet OH, 40 vjeç, banues në fshatin Suez. Ndërkohë, në datën 4/4/2025, shtetasi me inicialet FL, 64 vjeç, ka kallëzuar se në dyqanin e tij në fshatin Shkoz Puk i kanë vjedhur disa produkte ushqimore, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.